këto 2 javët e fundit. Domethënë, janë shitur si mish për top, lajmet të shtisht të deformuara, të nxjerrë nga konteksti, duke krijuar stigmatizime. Ne përfaqësojmë rastin e vetëm të një zonjushe të nderuar për neve, mbetet si e tillë, në vazhdoj të ngelet si e tillë, e cilës e vetmja është përmendur emri, me emër mbi emër, Zize Pajaziti, e cila për 2 javët e fundit ka qenë në një terror informativ për shkak të lajmeve të cilat janë publikuar për një takim që ka ndodhur në burgun e Korçës. Dhe është ngritur insinuacioni nga shumë gazetarë, duke filluar me një gazetar pa dashur ta etiketoj që ndodhet jashtë kufirit Republikës Shqipërisë, dhe ai është burimi i parë dhe i fundit i gjithë gazetarëve të tjerë, të cilët kanë marrë lajmet, janë ripërpunuar lajmet për të shitur në një formë sa më të bukur për konsum për opinionin publik. Kush është e vërteta e zonjushës së tij për ta qartësuar për gjithë? E vërteta është se nuk kemi të bëjmë absolutisht me asnjë lloj të vërtetë në lajmin se këto shkojnë në takime speciale dhe mandej e zhvillojnë atë idenë e tyre se çfarë nuk kupton një takim special. Por është një marrëdhënie, ka shkuar për takuar një nga individët apo dy individë? Ka takuar individin me cilin ka patur një bashkëtesë, ka një bashkëtesë. Ka pasur dhe ka një bashkëtesë? Ka pasur, sepse është në formë të ndryshme.